Doktoresha, kur fillon procesi daljes së dhëmbëve dhe si duhet të kujdesemi për to? Procesi daljes së dhëmbëve fillon rreth muajit të 5 deri të 7 të jetës së fëmijëve, deri në muajin e 25-30. Gjithsej ne dëmqumshi në gojë kemi 20. Sigurisht që dalja e dhëmbëve të qumshit shoqërohet me një lloj ndjenje paratie tek fëmijët, me një ndjenjë irritimi, skuqje dhe inflamacion të mishrave të dhëmbëve, ndonjëherë edhe me temperaturë. Këto janë shenja normale të cilët do kalojnë me daljen e dhëmbëve. Kujdesi sigurisht që duhet fillojë që në momentin e parë të daljes së dhëmbit të parë në gojë, përgjithsisht dalin dhëmbët poshtë, mund të ketë raste ndonjëherë që dalin edhe dhëmbët e nofullës së sipërme, sepse fëmijët janë të ndryshëm, dhe duhet fillojë dhe pastrimi i tyre, duke filluar me një garzë sterile të lagur me pastrim të njëpasnjëshëm të gjithë dhëmbëve të cilat fillojnë të dalin në gojë. Kur duhet t'i këshillojnë nënat që të sjellin fëmijët e tyre në një klinikë dentare? Sigurisht që në fillim do t'ishte mirë, duke filluar nga viti i parë i dytë i jetës, jo për të bërë procedura dentare, por thjesht edhe për të mësuar me ambientin e klinikës, me zhurmat përreth, në mënyrë që kur t'jete nevojshme për të bërë një trajtim të tyre, ata të jenë të ambientuar me klinikën, kështu që sa më parë të jetë mundur, sa më mirë, aq më mirë do të jetë edhe për pacientët e vegjël. Cila është sëmundja më e shpesh që prek dhëmbët dhe pse shkaktohet kjo sëmundje? Sëmundja më e shpesh që prek dhëmbët është kariesi sigurisht, është një nga sëmundjet më të përhapura jo infektive në botë. Zakonisht ai shkaktohet nga një gryerje sipërfaqes së smaltit, duke vazhduar më pas edhe me shtresat e tjera të dhëmbit, me hapjen e një kaviteti, i cili shkaktohet nga pllaka bakteriale, pra nga bakteret të cilat ndodhen në gojë të grumbulluara aty, të cilat krijojnë një lloj sulmi në sipërfaqen e smaltit, i cili nëse nuk kurohet, nuk vetëshërohet, vazhdon sëmundja në mënyrë progresive, e cila mund të çojë deri në infeksione të dhëmbëve apo deri në heqjen e tyre. Është kjo një situatë që mund të parandalohet dhe nëse po, si? Sigurisht që higjiena është themelore në këtë rast, nëse neve përpiqemi që të mbajmë një higjenë të duhur, sigurisht që do ishte shumë herë më mirë edhe për jetëgjatësinë e dhëmbëve. Këtu në fakt unë dua të përmendete diçka tjetër që janë silantet. Silantet janë një shtresë rezinose e cila vendoset në sipërfaqet përtypse të dhëmbëve. Në ato gropëzimet të cilat bëhen shpesh herë vend për grumbullimin e ushqimeve, duke mbetur aty dhe nga pamundësia edhe për të pastruar mirë, ato fillojnë hapjet e kaviteteve. Shtresa e silantit krijon një lloj bariere mbrojtëse në mënyrë që të parandalojë prishjen e këtyre dhëmbëve. Unë ua rekomandoj prindërve të cilat kanë fëmijë që sapo i kanë dalë dhëmbët e parë të përhershëm, që është një nga periudhat më të mira, të cilat ende nuk kanë filluar një proces karioz, mund të bëjnë një silant në mënyrë që t'i ruajnë sa më gjatë dhëmbët pa filluar hapjen e kavitetit. Është një procedurë e thjeshtë, shumë e këndshme edhe për fëmijët, edhe për të mësuar me klinikën dhe me një kosto shumë të ulët, por dhe me një efektivitet të lartë. Fluorizimi, çfarë është ky proces, sa i rëndësishëm është dhe cila është frekuenca e kryerjes së këtij procesi? Fluorizimi është një proces të cilët ne e kryejmë në klinikë nëpërmjet aplikimit të një gjeli. Është një formë shumë e thjeshtë për ta mbrojtur dhëmbin dhe për ta forcuar, duke nxitur njëkohësisht edhe remineralizimin e tij. Përgjithsisht ne rekomandojmë të kryhet 2 herë në vit, çdo 6 muaj, është mëse e mjaftueshme për të bërë fluorizimin e dhëmbëve. Pavarësisht procedurave të sipërpërmendura, le të flasim pak për ushqyerjen. Si ndikon ushqimi tek shëndeti i dhëmbëve? Sigurisht që dieta ushqimore dhe pasja e një balance të mirë e dietës ushqimore është shumë e rëndësishme. Në radhë të parë, unë do të këshilloja përdorimin e ujit, sa më shumë ujë të pim, eliminimin e sheqernave të cilët krijojnë një ambient acid në gojë, nxisin dhe stimulojnë shumimin e baktereve të dëmshme në gojë, duke krijuar më pas edhe probleme tek dhëmbët.
Ushqimet ngjitëse, të cilat mbeten në sipërfaqen e dhëmbëve, janë më të vështira për t'u pastruar, sigurisht që pijet e gazuara, pijet të cilat kanë sheqerna të shtuara, duhani, të gjitha këto ndikojnë negativisht. Dihet një numër i lartë i fëmijëve të cilët janë me tela, pra aparate ortodontik. Është ky një trend apo është domosdoshmëri dhe kur është koha e duhur për t'i vendosur? Nuk është një trend, realisht është një domosdoshmëri. Në fakt është e vërtetë që shohim një numër më të madh të pacientëve të cilët janë me aparate ortodontike në gojë. Kjo në fakt ka ardhur edhe për shkak të ushqimeve më të përpunuara të cilët ne kemi tani. Përveç këtyre, një nga faktorët kryesor është edhe gjenetika, pra janë probleme të trashëguara të nofullave. Do të përmendja këtu edhe vese të ndryshme të cilat mund të kenë fëmijët, për shembull thithja e gishtit, mbajtja e objekteve apo e gishtit në gojë, të gjitha këto krijojnë një malformacion të nofullave, të cilat më pas do të çojnë edhe në vendosjen e aparateve. Nëse nuk trajtojmë dhëmbët ashtu siç duhet, nëse nuk parandalojmë apo nuk trajtojmë problematikat e shfaqura tashmë, çfarë probleme shëndetësore mund të na kanosen, le ta quajmë kështu? Sigurisht që dhëmbët janë shumë të rëndësishëm për të gjithë sistemin tonë. E para vjen me ushqyerjen, pra ne nuk ushqehemi dot. Nga mos ushqyerja kemi dhe probleme me përtypjen, e cila sigurisht do të sjellë edhe probleme të tjera me stomakun e gjitha me radhë. Përveç kësaj, në momentin që ne kemi probleme me përtypjen, kemi edhe deformime të nofullave. Infeksionet pastaj që sigurisht përhapen edhe shkaktojnë edhe problematika më të rënda. Përveç kësaj, mund të themi edhe që ka dhe shumë probleme të tjera të trupit tonë, të cilat edhe manifestohen në gojë. Një ndër të cilave unë do të përmendja bulimin, e cila për shkak të krijimit të një mjedisi shumë acid në gojë, krijon erozion të përgjithshëm të gjithë dhëmbëve. Menjëherë mund të jetë një nga shenjat e para që mund të shikojë dentisti dhe mund të rekomandoj pacientin më pas për të vazhduar edhe me procedurat e tjera, duke u ndjekur tek mjeku përkatës. Të edukosh fëmijët për larjen e dhëmbëve mbetet një sfidë ashtu si kundër edukimit në ushqyerje. Cilat janë disa teknika shumë të thjeshta në formën e lojrave që mund të ndihmojnë fëmijët të kuptojnë procesin e rëndësishëm të larjes së dhëmbëve, por edhe të shëndetit oral në tërësi? Në radhë të parë, kjo është detyra e prindërve për të mësuar fëmijët që në vegjëlinë e tyre me kujdesin oral. Më pas nëse ata vinë në klinik, sigurisht krijimi një ambienti shumë të dashur për ta, një ambienti komod për të kryer procedurën dentare. Ajo që do të rekomandoja unë është nisja dhe furqimi i dhëmbëve përpara pasqyrës në formën e lojës së bashku me prindrit, duke u ndihmuar fillimisht me ta dhe inkurajimi i procesit sido që të bëhet. Disa këshilla për të shtuar të këto lesha? Këshillat për të shtuar janë larja e dhëmbëve 2 herë në ditë, në mëngjes edhe në darkë. Përdorimi i fillit dentar për të pastruar të gjithë hapësirat interdentare, të cilat janë të pamundura për të pastruar me furçë. Kontrollet çdo 6 muaj tek dentisti janë parandaluese për shumë probleme të tjera. Një nga shprehjet tona më të bukura është më mirë të parandalojmë sesa të kurojmë. Dhe sigurisht ushqyerja dhe një dietë e ekuilibruar. Faleminderit Dr. Lesha, ishin vërtet këshilla të dyra. Faleminderit juve.